Himara me një rekord tashmë botror. Po, kënaqësi për mua si kryetar bashkie, por kënaqësi për gjithë Himarën, sepse ky do të jetë rekordi botror i Agim Agushit, por do jetë rekordi botror i Agimit në Himar. Pra do jetë Himarës në një farë mënyre. Kështu që unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Agimin që sot gjeti kohën për të qenë bashkë me ne në Himar në këtë festë, në këtë çelje të sezonit turistik. Ju uroj suksese dhe na rezervo në rekordin tjetër ta thyesh përsëri në Himar. Shumë faleminderit. Po të vini si thyer në Himar këtë herë, si po ndihesh? Kam kënaqësi dhe privilegjin që sot gjidem në qytetin e Himarës në hakun e sezonës turistike. Uroj kryetar t'ju shkatbar, sikur herave tjera dhe viteve të ardhshme. Po, është rekordi 16 me radhë i librit Guinnessit, pikërisht në qendër të qytetit të Himarës, në një disiplinë të cilën është kërkuar nga selia e librit Guinnessit në Londër, veshja e 14 fanelave të njëpasnishme duke zhongluar me top futbollit me kokë dhe duke qëndruar në një hapësirë 1 metër katror. Domethënë, prej sotit edhe Himara është në librin e rekordit e Guinness. Unë e kam obligim moral edhe kombëtar që certifikatën e librit Guinnessit me emrin e Himarës t'ia sjellin kryetarit të Himarës. Faleminderit. Shumë faleminderit.